Edhe mendoj që kësaj here ka me thy zemrat vojzave, edhe kanë më konë vojzat ato vetë që kanë mju afru Edit, e ju Edi atë qikave, edhe mendoj se kam arrit në finale Edi, se mendoj si lojtarë ko gjatë fort kësaj rane. Edicionin e kalun e ka penalizu Driloni. Po, Driloni e ka penalizu. Për ndryshe tash nuk e ka Driloni, besoj që vetë ma mirë ka me shku ma përpara. E ka njerë vetja del ma mirë, menoj. Okej, Roki, për ty, Edi? Vitin e kalun, kur u fut Edi më ka pëlqy shumë, e kom djek edhe në formate tjera kur u konë, edhe është një tip që t'jep një energji të mirë po vitin e kalun u fut edhe atëherë me thuj zemra, mirë po ja thej zemrën vetëm Drilonit, po mujtim ja thuj dikujt mos një vojza brenda, e në këtë vit shpresoj që t'ja u them vojza, mos ja them prap naj Drilonit. Po, pse kush mund me konë Driloni, po thu që ka mundësi që mund me gjetë naj Drilon tjetër këtë edicion? Toni? Ai, s'po di, ndoshta me gjetë, ndoshta Toni që apo dion, sepse ky ma shumë i jep prioritet shoqnisë, e lidhjem nga jashtë, se sa lojës, sakt, e preklamon atë burrin e fuqishëm, atë burrin muskuloz, atë burrin e këtu një herë gjatë që nuk është as pak, edhe nuk është vetja, po del tani për vetës, tani për ndryshon komplet drejtimin, tani kur po del jashtë, po vetë dorëzohet pilotët produksionit që të futën prap brenda, që shmoj me konkuru prap. Nuk pesho diçka shumë serioze, bile shumë më ka shqetësu hyrja e tinaj. Sepse u tregu as pak serios produksionin këtë rast, më shumë e ka meritu një rikëthem Bejtia edhe shumë figura tjera se sa Edi në këtë rast. Edi u vetë dorëzu. Një lojtar që vetë dorëzohet, dhe më thonë, nuk pres ku gjumë opiti. Shpat ta pajtohesh këtu? A ishte